Ndonjëherë rruga drejt artit nuk matet me kilometra, por me ndjenja. Nga Kosova në Shqipëri, Priveva Liberta Spahiu u nis drejt një mbrëmje që premtonte emocion, muzikë dhe përjetim të thellë. Arsyeja, Petriti. Një artist të jetë viral së fundmi, në një mbrëmje të bukur, kishte përballë një sfidë e bukur, koncertin recital në teatrin e qytetit të Elbasanit. Një ngjitje në skenë nuk është vetëm performancë, është rrëfim, zhveshje shpirtërore para një publiku që pret më shumë se tinguj, pret të ndjej. Neve se ekipi Priveva Liberta Spahiu, a i na priti pak minuta para se të hapim mbrëmja. Atmosfera për pakuintave ishte ngarkuar, zëra që përshëndeteshin, emocione që përpiqeshin të mbaheshin në kontroll, duar që përgatiteshin për duar trokitje, por edhe për ndonjë shtrëngjim inkurajues. Mes gjithë kësaj, gjetëm kohë të bisedonim. Ai ndau me ne mendimet e fundit për para daljes në skenë. Kënga Ma ke plas shpirtin është viral i momentit në TikTok dhe unë jam shumë i lumtur domethënë për atë këngë. Është bërë para një viti, po shpërtheu në emisionin Kosovë Show me viralitetin në TikTok nga pjesa vogël e këngës. Kam bërë bashkëpunime me shumë artistë të Shqipërisë, të mesme dhe jashtë vendit. Kam shumë materiale, kam pothuajse në karrierën time kam 300 këngë, 300 videoklipe. A është një mesazh që ndoshta nuk do të dërzuar asnjëherë me që është shpërthimi i kaq i madh dhe pas shumë vitesh në ta punë dhe sa. Unë nuk dorëzohem kurrë, domethënë muzika ka dhe ulje dhe ngritje të veta, por unë nuk dorëzohem kurrë, domethënë vazhdoj sepse muzikën e kena pjesë të parë të jetës tonë. Unë personalisht e kam pjesë të parë të jetës. Një show i tillë ka ardhur ideja ime edhe babait tim. Për Petrit Show i falenderoj dhe artistët që e pranuan ftesën time. Nuk më refuzuan asnjë që unë telefonova, e ftova në koncertin tim. Pranuan të gjithë edhe jam shumë i lumtur për këtë pjesë. Ke emocione? Pak po. Si ka qenë ky 24 orë? I ngarkuar me punën e shko këtu, shko atje me skenën, kupton Petritin se duhet me qenë dhe unë aty për çdo gjë, prova gjenerale, më kupton? Është diçka, nuk është diçka e thjeshtë të bësh një koncert Petrit Show me 15 këngëtarë të mirë të Shqipërisë. Edhe jashtë Shqipërisë sepse ka marrë dhe nga Kosova. Fëson kam bërë, po vetëm një dëshirë kam me Noizin me një bashkëpunim super. Vetëm atë që kam idhull dhe kam shumë qef Noizin. Nga Kosova kemi një artist? Po, kam dhe nga Dafina dhe Don Gjonin. Zemrën ma ke marrë, zemrën ti ma ke marrë. Ma ke plas shpirtin, zemrën trunin, akoma të du. Kërko ku do ti zemra ime, nuk gjen si unë. Shumë ta kom thonë ty jeta ime, mos gabo me mu. Se ti fala krejt qapata, se të dua shumë. Ma ke plas shpirtin, zemrën trunin, akoma të du. Kërko ku do ti zemra ime, nuk gjen si unë. Shumë ta kom thonë ty jeta ime, mos gabo me mu. Se ti fala krejt qapata, se të dua shumë. Petriti nuk ishte i vetëm në këtë udhtim. Në sallë dhe prapas skene, artistët tjerë ishin aty, jo si spektator, por si bashkëpunëtar të skenës, si miq që nuk mungojnë në momente kyçe. Ne i takuam disa prej tyre, përfshirë Edi Malaj në Shpat Kasapin. E kam kënaqësi sepse më shtet si talent ri. Edhe pse është i ri në mosh, po këtë djali është këngëtar absolut i mirë edhe më pëlqen fort, po mbi gjitha lidhjet më të mëdha e kam me babën e vet, me Gzimin. Kështu që automatikisht ne do suportojmë fëmijët e artistave tanë, kështu që duhet patjetër të isha këto. Në Kosovë ka pas përreshje atë që po pagesë për në foto me ty, sa me parë që është lidhja shumë e hapur për fansa dhe po foto bashkë, e kam pa me një live për koncertin e vet. E vërtetova të kundër të tani. Ja, nuk është absolutisht e vërtet. Ajo është nuk e di prej kuj ka dale, prej kush ka kanë mendje me afuta se zonjës atë mendim, sepse Eli përkundrazi Eli jep lek me ba foto, kështu që nuk ka shanse me mo, ka kanë më të mëdhej se on,
që edhe fotot bëhen pa lek, nuk kanë botë që mundesh një foto me e ba me lek. Përkundërzi unë jam krenare edhe jam me ardë dikush me ba foto me mu, është privilegj. Dhe e kam knasi të madhe, nuk ka lidhja jo me lek. Lek na kena ku i marrim, edhe nuk presin të fotot me ba, ose një fan si shushu që i kena, që na doj, për marrë me ba foto. Përkundërzi unë i them vetë ta bëjmë foto dikuj. Është lajmi rem. Lajmi është tamam, është thonë tamam, por nuk është e vërtet. Unë nuk jam e natyrës që është jepa, është evolucion edhe jo sot, po është moda, ja, s'ka lidhje. Petriti t'ja uroj vetëm të mirë edhe tangë kësaj bote, edhe ja dhash Zoti, dhe me thanë me arrit aty ka që faje ku ka dëshiraj. Eli ka ardhë me nëru, me respektu, edhe gjithë mund të shi ma mrapa vetëm të shofim si cili vini jeta. Gjithë si cili asnjëherë nuk ka gjënat kollajt në jetë, duhet me kalu disa sfide, po Petriti e ka prej babës vetë, ja ka shtru. Gjë që në nuk e kina pas në fat njetë, kështu që dikush o i bën vetë, dikush o ja bën baba, po Petriti ka dy të mira, ka edhe babën, ka talentin e vetë, kështu që nuk është diçka, ka çdo gjë ka një arsye që ndodh. Vetëm fati u rëri djatë. Më tregoj që do t'jesh i pari që kime performu në Petrit Show. Po, unë do ta hap spektaklin sot, shfaqjen e Petritit. Është kënaqësi për mua, Petritin e kam nipçe, e kam nip. E meriton të gjithë suportin dhe është kënaqësi për mua dhe për gjithë artistët që ne jemi sot këtu në eventin e Petritit. Si e pritë shpërtimin e Petritit e ke prit ti me këtë këngën që është bë virale që ta ndej në TikTok dhe Po jo me kast, unë e mora Petritin dhe bëra atë lloj hapje se e meriton që ai të jetë këtu në këtë pozicion që ai ndodhet momentalisht. Çka i dëshiron përmes kësaj interviste? Dëshiroj që ai të jetë më i miri të mirëve, se e meriton. Po, sonte kemi rastin të performojmë të koncerti recitali Petrit Vulkani, miku tim, që është një djalë shumë i mirë dhe artistik shumë i mirë. Okej, do performosh edhe ti në skenë? Po. Do t'jesh në mesin e performancëve. Kjo ardhë në shoqërinë e kolegëve apo Unë kom ardhur vetë, tu takova me gjithë kolegët e mi që si kisha pa ka herë, sepse pak pandemia e bërit vetën aty edhe nuk është se kemi ndejt shumë me njëri tjetrin, po ja ku takum u bë shkak Petriti që na mblodhi. okay. Që kemi të reja në rrafshin profesional, a pritet ndonjë këngë ose duet i ri? Po, shumë duete dhe shumë këngë treja, nuk do ish pa los të gjitha sepse do ngelen një çik surprizë që të kemi për çfarë flasim në të ardhmen. Po do ketë këngë treja shumë këtë verë, një bum i vërtetë. Okej, një mesazh për fund për Petritin, që po e sheh këtë intervistë. Petrit ri kështu siç je, ke një vokal të mrekullueshëm, ke një familje të mrekullueshme, je djalë shumë i mirë, shumë modest, të uroj shumë suksese, laliote diti. Pas fotografive të mbajtura si kujtim i bukur, koha ishte për momentin kulminant të mbrëmjes, nisjen e koncertit me ngjitjen në skenë të Petritit dhe miqve të ftuar. Investi futbolin, pa tifozit nuk ka kuptim. Ashtu si edhe në skenë, në performanca, pa spektatori nuk ka kuptim.
Lutoj të lidhet për ju, për artistët, për orkestrën e vëmendshme, për stafin e Radhës Stampa, për gjithë djemtë që vazhdojnë punduar në këtë projekt. Faleminderit edhe për investimin që më dha ta moderoj. Shpresoj ta kem kaluar klasën, edhe pse e kam marrë shkollën. Në fund të fundit, një koncert recital nuk është vetëm për atë që këndon, por për të gjithë ata që besojnë në fuqinë e skenës. Dhe në këtë natë, skena folje. Investi futbollin, pa tifozët nuk ka kuptim. Jam shumë i lumtur që jeni sot me mua. Do bëj muzikë për ju shumë të bukur. Ju falenderoj gjithëve. Faleminderit gjithëve, natë mirë.